Përshëndetje. Me që po hym në muajin e shenjtë të Ramazanit, le të fillojmë recetën e parë të përgatitjes së bukës me guleç. Recetë që do e gatuani për çdo ditë gjatë muajit të Ramazanit, sepse vërtet është një ndër recetat më të mira që duhet ta provoni. Unë të gjithë juve ju dëshiroj agjërim të lehtë të pranuar dhe filloj me recetën. Së pari, në enë hedhim 200 ml qumësht të vakët. Qumështin pra kemi nxehur paraprakisht pak, pastaj 100 ml ujë gjithashtu të ngrohur, 15 gram maja buke të freskët ose një lugë të gjellës maja buke të thatë. Do ta përzim derisa të tërhetet mirë maja e bukës. Është një ndër recetat më të shikuara në kanalin tim në YouTube. Prandaj edhe sot do e paraqes edhe një herë para jush, një vezë komplet. Dhe sigurisht është një ndër recetat më të pëlqyera nga ju dhe e provuar nga shumica. Pra, nga të gjithë ata të cilët e kanë shikuar dhe e kanë provuar këtë recetë, me shumë komente pozitive, sot po ju risjell recetën. Dhe këtu, siç po e shikoni, unë po I hedh miell. Miellin do e hedhim gradualisht nga pak. Shtoj 3 lugë të çajit kryp, lugë të vogla të çajit, ose një lugë e gjys kafeje me kryp. Shtoj miellin derisa të formohet brumi. Gjithmonë miellin e shtoni nga pak, sepse sasia e miellit ndryshon varësisht nga veza që do të përdorni. Nëse veza është më e madhe, edhe miell mund t'ju shkojë më shumë. Pavarësisht për këtë recetë kam përdor 5 gota miell, një gotë që I ka 200 ml ose në total 630 gram miell. Nëse keni mundësi me e matë, pra 630 gram miell. Por, nëse brumi ju bëhet I fortë, mund t'i shtoni pak qumsht edhe brumi do t'ju zbutet. Pas e kemi formuar brumin, e la vetëm 5 minuta që brumi të pushoj. E pastaj, pas 5 minutave, ne përsëri do t'a përzijim brumin. Pasi që brumi do të bëhet më I lëmuar dhe siç mund ta shikoni, brumi ka filluar me njëherë të lëshon. Brumin e përzini mirë kështu e pastaj do ta lëm që brumi të dyfishohet mjaftueshëm. Herën e parë, brumi duhet të fryhet shumë, pavarësisht 1 orë e gjys, derisa brumi të duket kështu I fryrë. Gjatë dimrit është pak më problem që brumi të fryhet shpejt, kurse gjatë verës më shpejt mund të dyfishohet. Pasi që e kemi gati, e hedhim në tavolinë. Brumin nuk e përzim, vetëm e ndajmë në kuleç ose në pjesë. Gjithsej, nga ky brum u ndava 12 kulaç. Formojmë kështu toptha ose kuleç. Kështu po vazhdoj në të njëjtën mënyrë duke ju dhënë formën e rumbullakët. Por çfarë është me rëndësi? Gjithmonë kur e përgatis këtë recetë, unë kulaçat do t'i rrotulloj kështu edhe një herë. Pasi që tani janë gati, vazhdojmë përsëri, I japim formën e rumbullakët, edhe kështu kuleçt nuk do të na hapen në tepsi gjatë pjekjes, por do mbesin në formën që do ta shikoni. Vazhdojmë edhe një herë,
I japim formën e rumbullakët kështu me dorë dhe vërtet edhe ju vetë do të bindeni se kjo teknike gatimit është perfekte. Kulaçat drejt edhe i vendosim në tepsi. Tepsien mos harroni ta lyeni me margarinë. Pasi përfundova, me njëherë do i mbulojmë me foli, nylon foli, edhe kështu brumi nuk do të vendoj kohë mbe. Pasi ka pushuar brumi, mirë, si që po e shikoni, për afërsisht për 1 orë ose edhe më pak, pra varet nga ambienti ku ju do i mbani. Atëherë, vazhdojmë me pjekjen. Unë bukën e kam pjekur në temperaturë 200 gradë për 15 minuta. Paraprakesh furrën e kam nxehur për 10 deri në 15 minuta e pastaj bukën e kemi shti dhe e kemi pjek, kështu buka vërtet është dalë perfekte. Ka ngjyrë shumë të mirë. Kjo është receta që unë do ua rekomandoj të gjithë juve gjatë muajit të Ramazanit. Bukë më të mirë se këto nuk keni përgatitur. Prandaj, përgatitni për familjet tuaja. Tani do të shikojmë edhe se sa e mirë është mbrenda. Buka vërtet është shumë e butë dhe shumë e mirë. Asnjëherë nuk ka dështuar kjo recetë. Sa herë që e kam gatuar, aq më e mirë dhe më e mirë është të bërë. Të gjithë ata të cilët e kanë përgatitur mund të na shkruani në koment dhe të na tregoni se sa jeni të kënaqur nga kjo recetë. Të dashur miq, shikoni se vërtet është shumë e mirë. Në brendësi është perfekte. Tepsia ku e kam pjekur bukën është numër 30 cm, pra 30 cm. Pasi që e larguam nga zjarri, bukën mby, si që shikuat, unë e lyva me margarin ose gjallë, por mund ta lyeni dhe me vaj. Ose, nëse nuk e dëshironi të lyer, atëherë vetëm e mbuloni, derisa të zbutet. Kjo ishte receta, shpresoj që ju ka pëlqyer. Me recetat të tjera do të jemi aktiv gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Mirëmbëjtje.